Luani. Dhjetori 2025 për shenjën e zodiakut të Luanit është si një skenë ndriçuar nga një dritë e vetme e ardhë, jo nga ajo që shkëlqen, por nga ajo që ngroh dhe zbulon. Parashikimi juaj mujor sugjeron një muaj përcaktimi të brendshëm, ku forca juaj natyrore nuk manifestohet në zhurmë, por në prani. Horoskopi i këtij muaji ju fton të rizbuloni një stil leadershipi më të qetë dhe më të mençur, më të bazuar në atë që jeni vërtet. Nuk keni më nevojë të provoni veten, duhet të zgjidhni. Dhjetori hap një lloj të ri fuqie për ju, atë që vjen kur ndaloni së luftuari betejat të pakuptimta dhe investoni energji vetëm në atë që ju bën të rriteni. Këshillat tuaja astrologjike do t'ju shoqërojnë në një udhëtim që kombinon vizionin, pjekurinë dhe emocionin. Çfarë doni të sillni me vete në vitin 2026? Nga çfarë doni të hiqni dorë? Parashikimi mujor tregon se përgjigjja juaj do të vijë aq e qartë sa një premtim që i bëni vetes. Dashuria. Marrëdhëniet dashurore të Luanit në dhjetor janë të mbushura me thellësi dhe autenticitet. Nëse jeni në një lidhje, ky muaj sjell një kuptim më të pjekur të nevojave të njëri tjetrit. Horoskopi mujor ju fton të zgjidhni intimitetin mbi teatralitetin, më pak gjeste të ndezura, më shumë të vërteta të përditshme. Mund të zbuloni nuanca të reja tek partneri juaj, ose të ndjeni të lirë të zbuloni pjesë të vetes që zakonisht i fshini pas krenarisë suaj mbretërore. Parashikimi mujor sugjeron dialogje intensive, sqaruese, por gjithmonë të ngrohta. Dhjetori është një muaj që shëron, jo ndan. Nëse kanë lindur konflikte, pajtimi është i mundur përmes gjesteve të përulësisë dhe transparencës. Nëse je beqar, energjia jote magnetike tërheq njerëz që ndjejnë diçka më të thellë se thjesht karizmë tek ty. Do të tërheqësh ata që mund të shohin përtej sipërfaqes dhe kjo mund të habisë. Këshillat e tua të zodiakut të nxisin të jesh selektiv, mos e prano vëmendjen vetëm për të ndjerë i dëshiruar, zgjidh ata që të bëjnë të ndihesh i respektuar. Një gjest konkret, kushtojini një moment çdo javë lidhjes emocionale me ata që doni. Një bisedë e sinqert mund t'ju ndryshojë më shumë nga sa mendoni. Shëndeti. Dhjetori i sjell Luanit energji pozitive të ri për të rirë, por në të njëjtën kohë ju kërkon ta mbroni atë. Parashikimi juaj mujor ju inkurajon të gjeni ekuilibër në ritmet tuaja, alternoni momentet e aktivitetit me periudha pushimi. Horoskopi mujor tregon se vitaliteti juaj rritet kur ndaloni së ngarkuari veten me përgjegjësi që nuk janë tuaja. Harmonia juaj e brendshme është e lidhur ngushtë me kujdesin për trupin. Do të ishte e dobishme të përvetësoni një rutinë më të ekuilibruar, hidratim, ushtrime të rregullta dhe një gjumë të mirë gjatë natës. Këshillat tuaja astrologjike sugjerojnë se stresi i akumuluar mund të manifestohet si tension muskulor ose rënje e energjisë, por gjithçka do të kthehet në ekuilibër nëse i dëgjoni sinjalet e trupit tuaj. Një këshill praktike, shmangni shtyrjen e provimeve ose kontrolleve që i keni lënë pas dore. Mirëqenia është një akt vetvlerësimi. Karriera. Në punë, dhjetori mbështet plotësisht suksesin profesional të shenjës së Luanit. Ky është një muaj në të cilin autoriteti juaj nuk është i zhurmshëm, por i dukshëm. Parashikimi mujor tregon një pamje të progresit konkret, projektet po bëhen më të qarta, përgjegjësitë po rriten, por në një mënyrë të menaxhueshme, qëllimet po bëhen realiste. Horoskopi i këtij muaji ju fton të bëni zgjedhje strategjike. Mund të gjendeni në një udhëkryq, të pranoni një mundësi të shkëlqyer ose të konsolidoni atë që keni ndërtuar tashmë. Në të dyja rastet, qartësia është çelësi. Dhjetori sjell gjithashtu aleanca pozitive, njerëz që besojnë tek ju, e njohin vizionin tuaj dhe ju ofrojnë mbështetje. Nëse jeni duke kërkuar punë, kjo është një kohë e favorshme, veçanërisht nëse jeni duke kërkuar role që vlerësojnë leadershipin, kreativitetin dhe organizimin. Shenjat tuaja të zodiakut sugjerojnë përditësimin e profilit tuaj profesional ose kontaktimin e kompanive që ju kanë zgjuar interesin në muajt e fundit. Parimi juaj udhëheqës në punë është: investoni vetëm aty ku ndiheni të respektuar. Marrëdhëniet shoqërore. Ekuilibri në marrëdhëniet shoqërore është një temë qendrore për Luanin në dhjetor. E kupton që nuk ke nevojë të jesh kudo, vetëm në vendin e duhur. Parashikimi mujor tregon një muaj në të cilin kërkon autenticitet, jo duartrokitje. I afrohesh atyre që të kuptojnë pa kërkuar asgjë në këmbim dhe distancohesh me respekt nga ata që kërkojnë vazhdimisht energjinë tënde.
Horoskopi i këtij muaji sugjeron që mund të rizbuloni një miqësi të rëndësishme ose të krijoni lidhje të thella me njerëz që ndajnë vlerat tuaja. Dhjetori mbron ndjeshmërinë tuaj sociale dhe ju inkurajon të zgjidhni me kujdes mjediset në të cilat dëshironi të shkëlqeni. Tema juaj e muajit, cilësia e lidhjeve, jo sasia. Qëllimi juaj i muajit. Për Luanin, qëllimi për dhjetorin e vitit 2025 është të shkëlqejë nga brenda. Parashikimi mujor ju fton të transformoni nevojën për dukshmëri të jashtme në një dritë të brendshme të qëndrueshme, të ngrohtë dhe të vetëdijshme. Horoskopi i këtij muaji ju inkurajon të ndërtoni një identitet më të pjekur dhe autentik, të lirë nga pritjet e të tjerëve. Përfundoni muajin me sukses duke zgjedhur atë që ju bën të rriteni, jo atë që ju bën të dukeni mirë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.